Apeli i posaçëm ka rrëzuar ankimin e Jamar Maltezit dhe Argita Berishës për lirimin e 25 pasurive nga sekuestro. Shkalla e dytë e gjyqësorit nuk mori parasysh kërkesën e radhës të çiftit, duke lënë në fuqi vendimin e dhënë më herët nga gjykata e posaçme. Për sekuestrimin e 25 pasurive të Maltezit, më herët është shprehur edhe gjykata e lartë, e cila ka lënë në fuqi të njëjtin vendim. Pasuritë janë sekuestruar në kuadër të vendimeve për dosjen Partizani. Sipas të dhënave të bëra publike më herët, pasuritë e sekuestruara kanë një vlerë rreth 5.4 milion euro, ndërkohë sipas raportimeve, vetëm në emër të Jamar Maltezit rezultojnë të deklaruara rreth 35 pasuri në Shqipëri me vlerë që arrin në 10 miliona euro. Hetimet e SPAK kanë evidentuar gjithashtu pasuri jashtë vendit, për të cilat prokuroria ka verifikuar pagesa bankare. Bëhet fjalë për apartamente në disa qytete europiane, me styre Myni, Bruksel, Rotterdam dhe Budapest. Dosja Partizani lidhet me hetimet për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani, ndërsa çështja vijon të jetë në proces gjyqësor.